Në Pallatin e Sportit Faria Hoti në orën 9 ka nisur rinumërimi në 18 KZAZ 1282 qendra votimi për Tiranën. Rreth 40.000 flet votimi janë të rregullta, 17.000 të pavlefshme. Partia Mundësia humbet mandatin nëse ka 177 vota më pak, kurse Partia Demokratike e fiton nëse ka 1234 vota më shumë. Rinumërimit nuk i nënshtrohen vora njësia numër 10, pasi në zgjedhjet e 11 majit u aplikua votimi elektronik, por gjithashtu edhe kutit e diasporës. Kandidatët demokrata Slando Gjani dhe Ilir Ali Mehmeti po ndjekin nga afër procesin. Kryetari i Partisë Mundësia Gron Shehaj me deputetin e zgjedhur Erald Kapri gjithashtu ndodhen në sallë. Pas rinumërimit për Tiranën do të vijohet me rinumërimin e të gjithë qarkut të Fierit, 587 kuti, dhe në fund 360 kutit e qarkut Durrës. Fillimisht do të numërohen votat për partinë dhe më pas për kandidatët preferencial. Dje në Elbasan, vëzhguesit e Partisë Demokratike kapën parregullsi gjatë numërimit të kutive që sipas tyre tregojnë ekzistencën e trenit bullgar dhe pavlefshmëritë të zgjedhjeve në qarkun e Elbasanit. Për sa kohë këtu futet një flet bosh e cila ka krijuar trenin bullgar dhe shikoni dhe rezultatin e kësaj qendre, është që kjo kuti dalë e gjithë e pavlefshme. Ka pasur probleme në shumë qendra votimi, në shumë kuti do të thoja, qoftë tek materialet zgjedhore, po qoftë edhe kutia e fletëve të votimit, ka një mos rakordim të fletëve të votimit, po kështu ka një mos përputhje të numrit të fletëve të votimit të papërdorura në respekt me proces verbalin 08 dhe gjithashtu nga 274 votues që kanë marrë pjesë sipas pajisjes PEI, në kuti gjenden 272, kjo na bind akoma më shumë për ato që quhet treni bullgar.